dy parti, të cilat nuk do t'i mbështetja kur në jetën time, edhe po të ma siguronin jetën edhe për brezat të arshëm të mitit, janë Partia Demokratike e Kosovës edhe AAK-ja. Këto dy parti, unë besoj që shumë janë duke marrë vota në raport me ato që kam rejtuj. Për LDK s'po flas për shumë gjendë në cilën ka. Çka më kthy vjosa në LDK? Ka dalë më zugot? Ndëgjë, unë vjosa... Jo, dëgjoj, me po më kthy vjosa në LDK. Tash ta përgjigjem. Unë jam përkras i fuqishëm i vjosës edhe Albinit. Ka njerëz si më dëshpëru ndoshta për brenda lëvizjes, po asnjëherë nuk do të thotë që nëse ne dëshpërohna me një person për deputet a ministër në lëvizje, kjo me direkt me Akmir Albinit. E vërtet, ta vesh me Viktorin me kush është në listën guxë kryetare, është Vjosa, është Donika. Se i gjushin disa një kohë njëna tjetës. Aty janë dy bashkë kryetarë, është zonja Donika Gërvala Shvarz dhe zoti Fatën Peci. Fatën Peci o kryetare, lo? Bashkë kryetarë. Bashkë kryetare. Po, janë bashkë kryetare. Shko një kryetare? Ashtu funksionon Partia Guxë. Do me thonë, s'është një kryetare tjerë dhe në kryetare së kur të tjerë? Dihet, bëtnisht, do me thonë, ka dhe në kryetarë, ka disa në kryetare. Kush është njënë për t'ju ajeti? Jo, nuk kam pjesë strukturat partisë ende, pasi që dihet kam hy vetëm si Qka po për një me jetë që të Donikës një? Ka që do si Donika në hapë që shpëthojnë e? Ja, qëfar qumi. Ja, nuk duhet të... Pa e kish pason që i kom qumë një jo, bre, ajo usqaru, do me thonë, këtë qështje usqaru nuk ka që dosje në Hagë. Donika, as nuk e banë, Donika është vajza e një prej herojnëve më të mëdhenj të Kosovës, është vajza e Jusuf Gërvalës, i cili dihet veprimtaria e tij, pastaj është mbesa e Bardash Gërvalës, dhe më thonë, po flasim për një familje, një prej familje më të patriotike që i ka pas dhe i ka ky vend, edhe duhet gjithmonë të thirremi në ato vlera e të mos nxjerrim shpica këtë vetëm sa për më bo zhurma, klikime të ndryshme apo për më marrë në i vot, se nuk i bojmë nder mas pari Kosovës e mas anej as familjes Gërvala, ashtë të mëra. A ki diçka me thonë për rrymë se veçinja me qiri burë stahë ku gjo? Pse me qiri një gjashtë? Kështë thonë më heret po më dërprejve, sara që po kemi reduktime edhe pustimet për rrethën energjisë elektrike dhe kekët, vazhdimisht simpatizus të partive opozitore, për nga thojnë edhe, herë në një gjashqen. Pra ta me kompentu se nuk me një gjashqen në qirin të. Pa, ja, letë i fojnë për shumë vetë vendusi që përnonë të rrima. Thonë e poshtë një emisioni, thash më herët Viktorit, aty në kësë ishin buket familjarë. Fojnë kryesor, besoj që e ka një shpështetet e kalume, po edhe këta partia që unë e përkraje. Nuk jam për mashallah. Jo, nuk pa më për mashallah, po nuk mund e krejt ashtu me i këfojt, se nashë shqiptarë si zakonisht, çdoherë mundu me atribu fojnë një një tjetërt. Asë njëherë nuk qyën me pranu një pjesë fojt. Po fojnë kryesor e kanë ata që e kanë shit kekën për një çmim mendej shumë qesharak, 26 milion euro, kur dihet se në tregun ndërkombëtar distribucioni i kekut është vlerësu me një çmim prej rreth 563 milion. E ta shesash për 26 milion, edhe sa ta në kuash, Sadri, në Kosovë ekziston një zinxhir i sistemit elektroenergjetik. Edhe gjitha janë të pavarme, pos keku që është pronë shtetënore, kompani publike, mirë po tjerat, zyra regulatorit e energjisë elektrike është institucion i pavarë, një themelum prej kuvendit Kosovës, e para. Pastaj vije kosti që është prapë funksionon në ombrellën e kuvendit të Kosovës. Shumë për e kini boni me të qësi kustja, zërëia, kushta i në më rrimë bura për me di. Kompani e reguluar nga zyra regulatorit energjisë. Qa është i kini boni shumë që e di me është me ditë ka kush për ta nëllë. Është Kedsi, Kesko, gjitha Kesko është me pagu. Asnjë nga këto kompani. Cila ta nëllë burë, zdrang? Asnjë nga këto kompani që e nalin drang ose zdrang nuk janë në ingerencat e qeverisë të Kosovës. Pra po flasim, dy janë kompani shtetënore. Kesko, Kedsi, Qikatezës, plët kanë lënë. Pse kështu? A këtë buhet e janë qështu, Viktora? E kam kry bre me energjisë. A në dhe po dyqysh, apo këpëtan burë. Shikon me këto, kështë ja shoh emisioni, mi thonë, vetët Alberti, Bledi, unë e vetë në burë. Kjo është regulativ evropiane. Dhe me thonë, ne duhet të ecim në përputhje, në sinkron me
Evropën sa i përket çështjes së energjisë, pasi që ndryshe nuk mund të jemi pjesë e tregut evropian. E pse zëreja më na hyp çmimet e kosti, shembull. Po se zëreja ka obligim atë punë. Po, a? Po. E kosti çka ka obligim? Kosti ka ato farë shtylla pensionit nalt. Po. Ato të noja. Keku çka ka obligim? Keku prodhon. E prodhon rrymën. E kesko? Kesko i furnizon qytetarët me rrymë. Po i merr parat, domethënë. Po, jo merr edhe parat, po. Ta shpjegojmë se unë e di, po ta shpjegojmë. I furnizon, jo dërgon faturat njerëzve. Ke nam keku ti shkojnë gurdnoret rrymë. Zoti i vrap kekun, nuk e di. Ta si shtojnë gjithë. Morë mos të më shojnë mu për tjerë. Edhe ne herë ju bëjmë dije, domethënë për ato të Albertit. Albert